Ky emision përmban vendosje të produkteve. Përshëndetje shikues të nderuar, edhe sot jeni me mu Flutrën. Sot për juve kena me pregatit petulla. Për me pregatit petulla na vjen kos, ve, miell, sot bukës ose peciv, varet kush çka don, edhe krip. Masa është një gote uji të themi kos. Kosi nuk duhet me qenë i tartum, ose në rast se është i tartum, për me zbut pak, mundeni me bo pakës me qumsht. Varësisht për sa persona keni me pregatit, ashtu edhe është masa, një gotë kos me një ve. Deri sa të përgatitim masën, e bojmë gati me nxe. Enën e marrim ma të vogël në mënyrë që petullat me notu në vaj, edhe fryhën. Një flak mesatare. Miell varësisht prej masës, do të thotë nuk bën me qenë shumë e fortë, mirë pas shumë e butë masa. Sot bukës zakonisht qesim një lugë të vogël të qajit, apo një maje të lugës reqelit, kryp gjithashtu. Ne marrim një lugë për me përvu masën. Duket se ka nevojë hala për miell. Masa veç është e gatshme. Vaj po duket që është nxehtë. Kur është ma e ngushtë ena, gjithmonë petullat kanë mundësi me u fry dhe se notojnë, dhe të ka mundësi me u mush ena ma shumë me vaj. Hikim prej flakës.
është mirë paraprakisht me i hek prej flakës, se fryhen ma shumë. Shikus të nderuar, i kemi përfundu petullat edhe i servojmë. Petullat janë të thotë me jo shumë të nxehta, kështu që mundën me u kombinu edhe me diçka të ëmbël. Na ju propozojmë se është shumë e shishme me kaçkavall djath, ajvar edhe gjem. Shikus të nderuar, kjo është për sot, ju boft mirë, shihemi ditë të ardhshme.